Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike organizoi në Shkodër një trajnim ndërgjegjësues të dedikuar për personat me nevoja të veçanta, me fokus rritjen e sigurisë digjitale dhe aftësive për të mbrojtur nga kërcënimet kibernetike. Raste konkrete ka për ditë faktikisht, ne marrim nëpërmjet linkut që kemi, butonit raporto tek faqja ksk.gov.al. Për ditë kemi raste të tilla që fëmijët, grupet e nënpërfaqësuara, moshat e treta, por dhe qytetarët e tjerë, patjetër, pa përjashtuar askënd, ka raste që preken nga mashtrimet online, nga vjedhja e të dhënave dhe cënohen për aq kohë sa janë në përdorim të internetit dhe të botës digjitale. Patjetër që këto raste trajtohen dhe nga institucioni jonë në bashkëpunim me institucione të tjera për të dhënë zgjidhje deri në fund, por faktikisht prioriteti jonë si institucion është tek pjesa e ndërgjegjësimit të qytetarëve me fokus shumë të veçantë te grupet e nënpërfaqësuara, kthehër dhe te fëmijët, përveç qëllimit tonë kryesor patjetër që është mbrojtja e sistemeve të informacionit. Gjatë sesionit trajnues, pjesëmarrësit u pajisen me njohuri praktike mbi format më të zakonshme të mashtrimeve online, mbrojtjen e të dhënave personale, menaxhimin e fjalëkalimeve dhe identifikimin e burimeve të pasigurta në internet. Ajo që duhet bërë është denoncimi këtyre rasteve, pra sepse ne përmendëm një shifër, po është shifra e denoncuar rasteve, por shifra e personave që përballen është shumë fish më e madhe, dhe ne këtë synojmë që personat ta deklarojnë dhe ta denoncojnë, as përtepër që sot ka edhe mënyra nga Autoriteti Kombëtar i Sigurisë Kibernetike, ka edhe mënyra ku ne mund të denoncojmë këto raste në mënyrë që të jemi të mbrojtur dhe personat përkatës së këtyre sulmeve të marrin dënimin e merituar. Trajnimi u zhvillua në vijim të projektit kombëtar të Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike për fuqizimin e grupeve të nënpërfaqësuara, i cili synon ndërtimin e aftësive digjitale, rritjen e ndërgjegjësimit për rrezikët kibernetike dhe përfshirjen aktive të komuniteteve që përballen me vështirësi të shtuar në mjedisin digjital.